përmendët jetën. Ashtu si që unë drejtova pyetjen nëse tek Ramazani ne gjejmë një maketë të Islamit. Ramazani, a është njëkohësisht dhe jeta? Që mos kuptohet që është një pjesë e veçuar, pak e distancuar e jetës, jeta është një gjë tjetër, por Ramazani është një gjë tjetër. Ekziston ky koncept? Jo, ajo është jeta, sepse siç në jetë do kesh sakrificën, do kesh privimin për arsye të caktuar, do kesh obligimet morale për të qenë i drejtë, për të qenë i virtytshëm. Nga Ramazani ti i merr dhe pra që ka vetë jeta në një farë mënyrë. E njëjta pyetje i kthehet përgjigjes të njëjtë. Kjo kretë mbahet nga ajo si e koncepton njeriu Ramazanin. Pra nëse ke thënë për jetën po e shtym, do ta thuash edhe për Ramazanin. Por nëse nuk thua për Ramazanin që po e shty, s'ka si ta thuash për jetën. Nuk e di. Madje Ramazani është pjesë e jetës dhe kur njeriu i din benefitet e Ramazanit, domethënë qofshin ato vertikale, horizontale, sociale, domethënë fizike, individuale, kur i din dobitë e saj, domethënë Ramazanin e jetëson dhe e përjeton në çdo moment. Dhe përmallohet për çdo moment dhe gajloset për çdo çast që i kalon domethënë pa e shfrytzuar. Këtu është dallimi mes njerëzve që disa mendojnë se Ramazani është imponim. Ramazani është si çdo obligim tjetër. Domethënë në Islam vetë Islami nuk është imponim. La ikrahe fi din. Nuk ka dhunë dhe nuk ka imponim në Islam. Mirë po, pse na e dallojmë agjërimin gjatë vitit, se është një herë në vit. Dhe duke ditë se shpërblimi është shumë i madh dhe shumë dimensional, dhe dobitë e saj janë domethënë të pakufishme dhe sekretet e saj nuk kanë skaj. Na mundohemi domethënë që me çdo kusht të arrijmë domethënë atë benefit si në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Prandaj ndoshta kjo skenë e jonja që paraqitet që e paraqesmi na, dikush e kupton si imponim. Dallimi mes neve dhe atyve është se na e dim të mirën e Ramazanit. Dhe për neve është një dhuratë, është një dhunti, është një sofër me shumë të mira që mundohemi domethënë të mos na hik asgjë nga Ramazani.